Ngjarja tragjike që I mori jetën 66 vjeçarit Recep Ismaili ndodhi mbrëmjen e 7 majit në fshatin 6 të Sarandës, brenda ambienteve të biznesit të tij, I cili përfshinte një lokal dhe një karburant në zonë. Sipas të dhënave paraprake nga hetimi, gjithçka ka nisur rreth orës 21:30 kur një grup prej rreth 10 personash është afruar në lokalin ku ndodhej Ismaili. Ata dyshohet se kishin një konflikt të mëparshëm me një banor të zonës për çështje pronësie, I cili në ato moment ndodhej në verandën e lokalit së bashku me viktimën dhe persona të tjerë. Fillimisht mes palëve është zhvilluar një debat I ashpër verbal, I cili shumë shpejt ka kaluar në përplasje fizike me sende të forta. Situata është tensionuar edhe më shumë pasi grupi I të rive ka hyrë me forcë në ambientet e lokalit, duke u përballur drejt për drejt me personin me të cilin kishin konflikt. Në përpjekje për t'i ndarë dhe për të shmangur për shkallëzimin e dhunës, Recep Ismaili është futur brenda lokalit dhe më pas ka dalë me një armë zjarri automatik tip AK-47 duke qelluar në drejtim të grupit. Në këtë moment, një prej personave të përfshirë është kundërpërgjigjur me armë zjarri tip pistolet. Si pasojë të shtënave, 66 vjeçari është goditur në kokë dhe ka humbur jetën menjëherë në vendngjarje. Pas ngjarjes, autorët janë larguar me shpejtësi nga zona, duke lënë pas një situatë kaotike. Në vendin e krimit, policia ka sekuestruar edhe një automjet luksos tip Audi 8, I cili dyshohet se është përdorur nga personat e përfshirë në konflikt. Ndërkohë, forcat e rendit kanë ngritur pika kontrolli dhe po vijojnë kërkimin në disa zona për lokalizimin e autorëve. Deri tani janë shoqëruar disa persona për t'i marrë në pyetje, ndërsa hetimet janë përqendruar në zbardhjen e plotë të dinamikës dhe identifikimin e personit që ka qelluar me armë drejt viktimës. Policia dhe prokuroria po punojnë gjithashtu për të përcaktuar rolin e secilit prej të përfshirëve në këtë konflikt armatosur.